Vëllezër dhe motra, siç e vutre para pak, bëm bekimin e grurit që zakonisht në kishën tonë bëhet për të gjithë shenjtorët. Por shenjtori i sotëm, Shën Theodori, është i lidhur drejt për së drejti me këtë mrekulli. Dhe kisha jonë na transferon sot në shekujt e parë të krishtërimit, në shekullin e 4, në një periudhë si kjo e tanishmja, kur të krishterët kishin filluar kreshmën e madhe dhe përpjekjen e tyre për pendim edhe për faljen e mëkatave. Dhe në të njëjtën kohë, ashtu si të krishterët bënin këtë përpjekjen e tyre për pastrimin e shpirtrave të tyre, edhe i ligu nga ana tjetër përpiqej dhe mendonte se si këtë përpjekje ta bënte të padobishme, ose se si ta dëmtonte të paktën atë. Në këtë periudhë, në fronin e perandorit ishte ngjitur pas Konstantinit të Madh dhe pas djalit të tij, ishte ngjitur Juliani, i cili mori dhe nofkën Paravati, që në gjuhën tonë do të thotë shkelësi, sepse ai mori një vendim për ta kthyer perandorin në besimin e idhujve. Vetë kishte përqafuar dhe kishte rikthyer këtë besim, edhe kishte nisur një përndjekje ndaj të krishterëve. Dhe mendja e tij djallëzore për të prishur kreshmën dhe për të bërë të padobishme përpjekjen e të krishterëve, mendoi që të spërkaste të gjitha ushqimet që ndodheshin në treg me gjakun e theroreve që bëheshin tek idhujt. Dhe kjo, sipas kanoneve, ishte e ndaluar dhe një gjë e tillë do ta prishte kreshmën që të krishterët kishin mbajtur javën e parë me përpikmëri të madhe, me besim të thellë dhe me lutje të vazhdueshme. Edhe këtë urdhër e dha, edhe bindësit e tij e zbatuan, edhe ushqimet që ishin në treg, të cilat të krishterët do t'i blinin me njëherë pas një kreshme të rrept 5 ditët e para të saj, ishin në këtë gjendje, pra të spërkatura me gjakun e idhujve. Dhe në atë kohë perandor ishte evdoksi dhe i shfaqet perandorit, patriarkut, i shfaqet Shën Theodori edhe i thot që t'i porosisësh të krishterët, që të mos blejnë asgjë nga ushqimet që ndodhen në treg, sepse janë të ndotura. Edhe patriarku pati një shqetësim të logjikshëm dhe të arsyeshëm dhe i thot, po çfarë do të hanë nëse nuk do të marrin nga ushqimet e tregut? Edhe i riu që ju shfaq i thot, le të hanë koliva. Patriarku pati një pyetje tjetër, sepse nuk e dinte se ç'ishte koliva. Edhe i riu i thot, në atë dheun tim në Azinë e vogël, koliva quhet gruri i zier, pra le të hanë grur të zier. Dhe patriarku pati dhe një pyetje tjetër dhe i thot, cili je ti që ma jep këtë porosi? Edhe ai thot, unë jam Shën Theodor Tironi. Dhe me njerë kështu bëri patriarku, mblodhi të krishterët në kish dhe i njoftoi për vizionin që pati, për vizitën që lartazi, edhe u dha porosin, dhe ata bën ashtu si ai porositi, edhe e ruajtën kreshmën e tyre. Dhe që atëherë, në të shtunën e parë të kreshmës, u vendos që të festohet kujtimi i Shën Theodorit dhe të kujtohet mrekullia e tij, sepse kujtimi i tij festohet edhe më parë gjatë muajit shkurt, ashtu si dhe i Shën Theodor Stratillatit, por sot kremtojmë këtë mrekulli që ai bëri. Dhe nga kjo mrekulli, të cilën kisha jon e përkujton çdo vit, mund të nxjerrim të paktën 2 mesazhe dhe nuk dua t'ju lodh, por dua që ti nënvizojmë këto 2 pika. E para është se besimi jon gjithmonë ka kaluar në përpërndjekje, herë të dukshme, herë të padukshme, herë të përgjakshme dhe herë me mënyra të tjera, dhe asnjëherë nuk kanë pushuar përpjekjet për ta ndotur atë, ashtu si zonte të bënte Julian Paravati. Asnjëherë në asnjë periudhë
besime të ndryshme, fuqi të ndryshme, mendime të ndryshme, filozofi të ndryshme, u përpoqën që ta njollosnin ose të humbisnin pastërtinë e besës sonë të krishterë ortodokse. Edhe në kohën e sotme e shikojmë nga do këtë gjë, kudo që jetojmë, në çdo qytet dhe në çdo vend, ka një tendencë për të fshirë kuptimin e mëkatit. Dhe në qoftë se fshim kuptimin e mëkatit duke thënë se çdo gjë lejohet, atëherë kemi njollosur besën tonë, sepse nëse sipas botës nuk mëkatojmë, atëherë nuk kemi nevojë as të pendohemi, as të rrëfehemi, nuk kemi nevojë as për përpjekjen e kreshmës. Dhe mësimet që bota sot jep shpeshherë duke filluar që nga mosha e fëmirisë, edhe ato e njollosin besimin tonë. Keni dëgjuar se që mësojnë fëmijëve në përshkolla, për gjini të treta, për prindi A, prindi 1 dhe prindi 2, duke humbur nocionet që kisha jonë dhe tradita jonë dhe populli ynë dhe çdo popull i ka pasur të shenjta, si nëna, meqense sot jemi edhe në ditën që festojnë gruaja sipas botës, sepse në Kishën Ortodokse festën e gruas e festojmë në datën 2 shkurt. Pra, ekziston gjithmonë në mënyrë ndërkohore, diakronike kjo përpjekja për ta shtrembëruar ose për ta njollosur besën tonë të krishterë. Edhe duhet të kemi një përpjekje ne të vazhdueshme me vigjilencën tonë, me lutjen tonë dhe në këtë periudhë dhe me kreshmën tonë, që t'i qëndrojmë dhe ta ruajmë besën tonë ashtu siç e morëm nga etri tanë. Kujtoj shpeshherë atin tim shpirtëror, mitropolitin e ndjerë të Beratit, i cili thoshte, ashtu siç morëm do ta japim. Asgjë nuk do të heqim. Edhe ato që ne na duken me mendjen tonë njerëzore si të tepërta, ose që nuk kanë kuptim, nuk kemi të drejtë të ndryshojmë. Duhet të përpiqemi t'i kuptojmë dhe patjetër që kanë kuptim përderisa kisha i ka vendosur. Dhe jo më kot apostull Pavli na thotë që edhe sikur një ëngjëll nga qielli të vi dhe t'ju mësojë ndryshe nga ato që ju mësova unë, qoftë mallkuar. Pra të jemi vigjilent ndaj kësaj. Kjo ishte pika e parë, përpjekja e gjithanshme për të njollosur besimin tonë në çdo kohë. Dhe e dyta, që është më e rëndësishmja për ne, është providenca hyjnore, e cila edhe ajo sot shfaqet në të gjithë madhështinë e saj. Është e vërtetë se i ligu asnjëherë nuk i pushon përpjekjet e tij për ta zhbërë besën, për t'i zhbërë të krishterët, por haron ose ignoron faktin se aty është Perëndia që vigjilon për çdo njeri, dhe na thot Zoti në Ungjil se çdo fije e flokut tuaj është e numëruar. Kaq për kujdesje të madhe ka Perëndia ndaj nesh, edhe kaq shumë ai përpiqet që të na ruaj në çdo hap të jetës sonë. Edhe mrekullia e sotme na e nënvizon këtë në pikën ku na thot se dërgoi Perëndia Shën Theodorit t'i shfaqet patriarkut edhe t'i thot të kurthin që i ligu kishte ngritur. Pra nuk i la të krishterët të bie në kurthin e të ligut. E pa përpjekjen e tyre të madhe, të sinqertë, të vazhdueshme, edhe nuk lejoi që kreshma e tyre të prishet. Përkujdesja e Perëndisë ka shoqëruar njerëzimin që nga krijimi i tij, që para se të krijojë bota, Perëndia mendonte se si do ta shpëtonte atë dhe e kishte vendosur, sepse Perëndia është jashtë kohës edhe e dinte se si do të shkonte bota që nga krijimi, edhe e dinte se do të vinte të kryqizohej edhe të tretën ditë të ngjallej. Kështu pra, të kemi besim tek përkujdesja e Perëndisë dhe të bëjmë ato që na takojnë ne, jo me ankth, jo me frikë, por me besim edhe me korrektësi. Pastaj të tjerat do t'i bëjë Perëndia, të jemi ta lëm veten tonë 100% në përkujdesjen e tij. Pra këto dy mesazhe do doja që të merrnim sot nga kujtimi i mrekullisë së grurit të Shën Theodorit. Duke ju kërkuar ndjesë u zgjata, tani në fund dua të uroj të gjithë ata që festojnë sot, që mbajnë emrin e Shën Theodorit. Sepse, siç e tha më parë, festojnë Shën Theodorit dhe në ditë të tjera, dhe në 8 dhe në 17 të muajit shkurt. Por kjo mrekulli ka kaq gjurmë të forta në traditën tonë, saqë shumë dhe më shumica e atyre që festojnë në emrin e Shën Theodorit e festojnë sot. Dhe doja të uroja edhe Theodor Pesin, vllajin ton, i cili
me korin për e thi, na e bën adhurimin në kish gjithmonë edhe më të bukur, edhe i ngre lartë zemrat tona. Doja të nënvizoja në lidhje me providencën hynore edhe me përkujdesjen e Perëndis. Populli ynë e ka ndjerë këtë gjë në vetë të parë edhe kisha jonë. Në kohën që në kishën e Shqipërisë këtu filluan përndjekjet edhe sistemi komunist e shpalli vendin tonë të parin vend ateist në botë. Kryepiskopi Anastas kishte filluar përpjekjet e tij dhe të ushtrohej në misionarizëm në Afrikë. Ndërsa në të njëjtin vit, në vitin 1967, mitropoliti i Ndjeri Berati, Vlorës dhe Kaninës Sirsi Ignati do të dorëzohej klerik. Pra, në të njëjtin vit dhe në të njëjtën periudhë që këtu dikush mendonte se do ta shuante kishën, do ta shkatëronte dhe do të zvendësonte Krishtin me kush e di se çfarë kishte në mendjen e tij, Perëndia vëllezër kishte plane të tjera, të cilat kur erdhi koha e duhur u plotësuan dhe ne jemi sot që kemi këtë kishë të ngritur dhe të lartësuar. Dhe një fakt tjetër doja të kujtoj nga kisha e Shën Theodorit në Vlorë, me qenë se unë viqa andej, dhe gjithmonë them se ajo kishë nuk u mbyll kurrë në kohën e komunizmit, sepse gjatë viteve të përndjekjes atje banonte një grua në një shtëpi të vogël pas kishës, e cila kishte ardhur, ishte martuar në Vlorë dhe kishte mbetur aty pasi u mbyllën kufijt, sepse ishte nga Greqia dhe ishte martuar me një vendas aty, edhe punonte si mësuese për shumë vite, nuk pati fëmijë, edhe jetonte në atë shtëpinë pas kishës së vetme, dhe ajo shtëpi u bë një kishë për të gjithë qytetin e Vlorës. Atë Kozmai, peshkopi i mëvonshëm i Apollonis, me shonte natën në shtëpinë e tij, edhe vinte në mëngjes aty, pungonte të gjithë ata që kishin besim dhe ata që kishin guxim të vinin të pungoheshin. Dhe ajo grua ndëroi jetë në vitin 1991. Pra sa po kisha tu hapën, dhe nuk mund të na thot kush se këto janë rastësi. Kjo është për kujdesja e Perëndis. Kjo është providenca hynore. Dhe njeri u bëthirje që ta lëm veten tonë në duart e Perëndis, si themi, u bëf të vullneti yt. Gëzuar dhe për shumë vjetë.